Elbasani që është një nga qarqet më të rëndësishme në vend, pas Fierit është qarku që nxjerr më shumë mandate. Dhe këtu i kemi bërë të njëjtën pyetje 500 qytetarëve nga Elbasani, cilët janë përgjigjur, kë votojnë më shumë kandidatin apo partinë. Shikojmë që këtu është ndryshme nga ajo që pam në shkallë kombëtare, shumica votojnë partin dhe jo kandidatin, njësoj 24.1%. Nuk po ndalemi shumë te kjo, se sigurisht kemi shumë për të folur. Atëre, kjo që shikoni në ekran është vota e vitit 2021. Po e nxjerr këtu përpara në mënyrë që të kemi mundësi ta krahasojmë me shifrat e sondazhit që do ja nxjerr pak më vonë. Shikojmë që në 2021 në qarkun e Elbasanit, Partia Socialiste ka marrë 8 mandate, dhe Partia Demokratike ka marrë 6 mandate. LSI-a, e cila kandidote mbete, kam një arsye pse e kam nxjerrë këtë shifër, ka marrë 4.42%, por, si e shikoni, nuk arriti dot të merrte asnjë mandat. Pra, Partia Socialiste ka qenë gati 18 pikë përpara, edhe ka marrë vetëm një mandat më tepër. Ndërkohë LSI-a që ka marrë gati 7.000 vota, nuk arriti dot të merrte asnjë mandat. Ky është rezultati i vitit 2020. Tani tabela që do shikojmë tani dhe me gjatë do shikojmë në ekran është sondazhi për qarkun e Elbasanit. Për kë voton qarku e Elbasanit në 11 maj sipas sondazhit të Angel Çek. Atëherë dalim tek tabela. Kjo është tabela e parashikimit të sondazhit ton. 58.3% votojnë Partinë Socialiste. 36.1% votojnë Aleancën për Shqipërinë Madhështore. 4.6% votojnë Shqipëria bëhet Adriatik Lapajt, Partia Mundësia është 1.9% dhe shikojmë që këtu Basha, pra koalicioni Euroatlantik, ka një rezultat temi më të lartë se që kemi parë në rang kombëtar me 1.8%. 1.6% Partia Social-Demokrate, Lëvizja Bashk 1.3%, 1.9% janë partitë e tjera. Por, atëherë dalim dhe njerë tek sondazhi i mëparshëm i vitit të 2021, shikoni pra, me 4.42% LSI-a nuk arriti dot të prodhonte një mandat. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu me gjas, po them, asnjë prej partive të reja nuk do mund marri një mandat. Më afër është Lapaj me Shqipëria bëhet, por Partia Mundësia këtu nuk prodhon mandat. Si pas sondazhit të Angel Çerke, koalicioni Euroatlantik nuk prodhon mandat, Partia Social-Demokrate nuk prodhon mandat, Lëvizja Bashk nuk prodhojnë mandate. Cila është tjetër risia, në bazë të temi koalicioneve aktuale, tek Aleanca e Shqipërisë Madhështore të 36.1% që është edhe Partia e Lirisë, pra është diku këtu Partia e Lirisë. Pra kemi PD dhe PL plus të tjera. Por shikoni që janë 36.1%. Cila ishte të dyja bashkë 41.5%. Ndërkohë që në vitin 2021, të dyja bashkë shkonin gati 42%. Pra shikojmë një rënje nga viti 2021, 42%, pra shikojmë një rënje me 6 pikë. Një rënje me 6 pikë e cila shkon kryesisht në favor të socializëm me gati 3 pikë, sipas sondazhit që ne kemi bërë dhe në kohë të tjerat shpërndahen në këtë mënyrë. Sipas ligjit tonë elektoral, të gjitha këto partitë që unë i thash të cilat nuk prodhojnë mandat, po e le për efekt statistikor, ndoshta Shqipëria bëhet, po edhe kjo thash me shifrat e 2021 nuk prodhon mandat në bazë të sondazhit, të gjitha këto shkojnë në favor të njërës prej partive. Në bazë të ligjit elektoral, këto do të shkonin në favor malit të madh të votave që ka Partia Socialiste. Pra, nëse i qëndrojmë këtij sondazhi, duke pasur parasysh edhe zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste rikuperon së paku një mandat, e cili ikën Partisë Demokratike dhe Aleancës me të, dhe ndërkohë mund të marrë të gjithë votat që në 2021 i mori LSI-a dhe partitë e tjera. A do thotë kjo që socialistëve ndoshta i shtohen 2 mandate, Lami?